Përshëndetje njerëz. Çdo veprim që neve bëjmë do të ndikojë absolutisht tek ADN-ja jon. Çdo fjalë që ti thua, çdo veprim që ti kryen do të ndikojë tek ADN-ja jote. Nuk jemi më në sferën e besimit. Detyra vetike thotë që tashmë shkenca reale ka arritur në atë nivel ku Zoti apo hyjnorja janë koncepte të gjitha të përcaktuara shumë qartë. Nuk mund të ketë më pyetje apo debate mbi ekzistencën e Zotit apo gjërat që ndikojnë tek ADN-ja jon. Gjithçka mund të kuptohet dhe dëshmohet shkencërisht. Për shembull, përmes një kuptimi të qartë të ADN-s ton, mund të dallosh se çfarë bën ADN-n ton të reagojë pozitivisht apo negativisht. Çdo veprim që njeriu bën do të ndikojë tek ADN-ja e tij. Kështu që veprimet e mira dhe të këqija nuk janë më çështje të mendimeve apo opinioneve të kota personale. Ligji i karmës është shumë i qartë. Përmes parimeve të pastra shkencore multiversale, të njëjtat rregulla vlen për të gjithë. Dëgjoj me kujdes. Forma në të cilën ADN-ja jote ndodhet, gjendet në momentin e vdekjes, përcakton se ku shpirti do të shkojë. Në cilën botë? Do të shkojë në botët e larta parajsore, apo do të vi këtu brenda përsëri në ciklin e lindjeve, vdekjeve, në ciklin e rimishërimeve, reinkarnacionit, apo do të shkojë në botë më të ulta, më të këqija se sa toka. Shpirti do thotë, ngarkesa jote, sa fraktalitet ka shpirti yt, sa koherencë ka shpirti yt, ai është niveli i shpirtit tënd. Nëse ADN-ja nuk është në gjendjen e duhur për ta aktivizuar ngarkesën tënde me shpejtësi më të madhe se sa të dritës, do të mbetesh i bllokuar në këtë dimension. Nëse ADN-ja jote ka fituar shpejtësi të mjaftueshme për ta kapërcyer shpejtësinë e dritës, atëherë ke dalë nga matriksi. Urime!